Njerëzit që janë rritur në shtëpi të pasigurta, kaos të vazhdueshëm ose mjedise ku dashuria ofrohej me kushte dhe ndjeje pa parashikuar, shpesh mbartin diçka më të thellë se sa thjesht kujtime të dhimbshme. Ata mbartin çrregullim kompleks të stresit post-traumatik, ose si PTSD. Ndryshe nga PTSD ose çrregullimi post-traumatik, i cili shpesh vjen nga një ngjarje traumatike, çrregullimi kompleks i stresit post-traumatik zhvillohet nga trauma të përsëritura ose të zgjatura, si abuzimi i vazhdueshëm, neglizhenca ose ekspozimi ndaj paqëndrueshmërisë. Truri juaj mëson të jetojë në modalitetin e mbijetesës dhe ky modalitet mbijetese nuk fiket, edhe nëse jeni të sigurt. Amigdala, zbuluesi i kërcënimit, bëhet hiperaktiv, gjithmonë në kërkim të rrezikut, edhe kur nuk ka asnjë rrezik. Hipokampusi, i cili organizon kujtesën, mund të turbullojë vijat ndarëse midis të kaluarës dhe të tashmes, duke bërë që triggerat apo ngjarjet të ndihen sikur po ndodhin tani. Dhe korteksi prefrontal, i cili ndihmon në arsyetim dhe vetrregullim, shpesh merret nën kontroll ose përvetësohet nga emocionet. Ndaj, ato mund të duken dërmuese, të vështira për të kontrolluar. Kjo është arsyeja pse njerëzit me çrregullim të traumave komplekse ose të çrregullim të stresit kompleks post-traumatik shpesh përballen me rikthime emocionale, disocim, turp të thellë ose vështirësi në besimin ndaj vetes dhe të tjerëve. Nuk ka të bëjë me të qenit shumë i ndjeshëm. Ka të bëjë me një sistem nervor që është detyruar të përshtatet për të mbijetuar. Ulumtimet tregojnë se trauma e përsëritur riformason fjalë për fjalë rrugët e trurit, duke forcuar qarset e mbijetesës ndërsa dobëson ato të lidhura me qetësinë, besimin dhe sigurinë. Shërim do thotë të ritrajnosh, dal nga dal ato rrugë, të ndërtosh sigurinë, të praktikosh vetrregullimin dhe të rilidhesh me pjesë të vetes që nuk duhej të mbylleshin. Është pikërisht qasja EMDR që të ndihmon pikërisht në këtë proces. Ajo lejon trurin të përpunojë kujtimet traumatike dhe të rivendosë ekuilibrin natyral të sistemit nervor. Kështu, nëse ndonjëherë ke ndier se trupi yt vazhdon të qëndrojë në gjendje mbijetese, edhe pasi rreziku ka përfunduar, kjo nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon me ty. Por truri yt bëri ato që duhej për të mbrojtur ty.